mendon që Kosova gaboi që pranoi të krijojë gjykatën speciale? Unë kam protestuar në vitin 2015 me shokët mi, jo në vetë. Po me gjithë shokë kemi protestuar para komentin atë kohë, ku ka dalë Najt Asani dhe Recep Selimi dhe kam biseduar me neve. Unë mendoj që tash nuk mund të them që kemi gabuar krejt, që rënë zezë duhet me hek për mbi kukë që të rënë. Hashim thua që edhe të tjerë kam menduar që votohet gjykata para syve, se këtë gjykatë nina kanë tradhtuar ndërkombëtar. Kur thoma kanë tradhtuar flas me plot kuptimin e fjalës, gjykata është bën mbi themelimin. S'po thomish, po disa si dikmor të zotjet, gjëja për shpinë e verdhë në Shqipëri ju e dini. Edhe Hashim thua që ka qenë konkurc, atë që tu beson duken ato për me pastru vetveten se UÇK-ja s'ka bukime luftë nëne, UÇK-ja s'ka hik organe njerëzore në dy, dhe s'ka pas spital, që ne sot se kemi spital që mundem me botë organe mjek, çfarë ka ndodhur në Shqipëri që. Për këtë arsye unë pajtoj me presidentin e tjerë që thonë të ikim ranë zez njëra për gjithmonë, do të ndohet çopi Bishiqeri. Po këta na tradhtu neve. Dhe tash dolën, jo viçi, jo lupa, jo modi, jo nuk dhe me thon kostume, po do të kompleti një papak aty që del feti ka çanë ka dia, që të vetë thot mu ka prej mu zotjas, zë me thos mu zotjas viçi. E tash çemë çka merr kjo gjykon. Mu vjen keq, për këtyre gjyqtarë edhe për kuria sa kurse gjyqtarët halo se kanë dhënë verdiktin e vet.